Ju përshëndes zoti Meça, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje. Asnjë surprizë kam iden për rezultatin përfundimtar që ka tani më qarku i Tiranës pas procesit të rinumërimit, apo ju bojnë përshtypje 612 votat që Partia Demokratike kishte më shumë në kuti? Kjo surpriza është një term që do të parë këndvështrimi, sepse në gjykimin tim historik në procesin e zgjedhjeve nuk prisja gjë tjetër përveç se këtë rezultat. Pra surprizë për mua do të ishte ndryshimi, por procesi i zgjedhjeve në Shqipëri në mënyrë posaçme në këtë sezon ka qenë nga më të organizuarit, më pa problematiku, një proces i qetë ku ajo që ndodhi ishte prishmëria për cilën ne kemi argumentuar që ky rezultat do të ishte. Bile dhe ato gabimet njerëzore janë debatueshme sepse janë qëndrime ambigue dhe në këtë moment që flasim në faktin nëse një flet votimi do të shpallet e vleshme ose pa vleshme, pra deri në këtë rast ky është lloji i debatit. Pjesa tjetër është një moment emocional i lidhur kryesisht me një orientim emotiv të numëruesve, por ndaj kandidatëve të veçantë, pra kur flitet për votën preferenciale dhe këtu janë diferencat. Nëse kur flitet për ajo vota politike, që është debati më i madh sot i organizuar, ku pretendohet që nëpërmjet këtij votimi do të zbuloheshin prova dhe fakte të cilat do të vërtetonin një manipulim të rëndë të procesit, kjo as nuk pritej. Nuk kemi debatuar ndonjëherë gjë të tillë. Dy janë pistat që po diskuton partia ose që ka diskutuar Sali Berisha deri më sot. Pista e parë është blerja e votave dhe pista e dytë është trendi bullgar. Këto dy janë. Në asnjërin prej tyre nuk ka asnjë provë gjatë procesit të hetimit, të votimit. Pra, nuk është zbuluar qoftë edhe një person i vetëm që kur vjedhja nëpërmjet trendit bullgar bëhet në mënyrë kaq masive, që do thotë kërkon një angazhim të jashtëzakonshëm të individëve dhe të infrastrukturave jashtë qendrës së votimit, që në kushtet shqiptare është absolutisht e lexueshme. Lexohet me një sa të bësh trend bullgar në një zonë, do të angazhosh një morit të jashtëzakonshme njerëz dhe do të kesh një fluks lëvizjes orientuar që është e lexueshme fizikisht. Por jo vetëm kaq, por në asnjë nga kutitë e votimit në 5552 kuti votimi në rang republike nuk është identifikuar një rast i vetëm i trendit bullgar. Kështu që trendi bullgar është sfida më e madhe e ndërtuar në mënyrën më të çuditshme nga ana e Partisë Demokratike, sepse ishte e vetmja alternativë e cila humbjen e fut në kanalet e ta shqyrtur konspiracion vjedhje. Nësa kur vjen puna tek blerja e votave në proces përveç proceseve politike që kanë të bëjnë me një diçka të debatueshme, që është e debatueshme, është e debatueshme edhe për reagimin që kanë bërë strukturat e Bashkimit Evropian, ose OSPE, lidhet me shishmërinë e disa veprimeve të cilat janë të debatueshme në mënyrën se si janë ekzekutuar plani ligjor, pra si janë implementuar plani ligjor dhe si janë ekzekutuar. Sepse janë implementuar në një fazë paraelektorale, çka do të thotë me ligjin janë në rregull, dhe janë zbatuar pastaj në një fazë elektorale që lë vend për debat dhe që është nga problemet kryesore që sot e ka Shqipëria, që ka të bëjë me ndryrjen e vendimarrjeve ekzekutive të qeverisë, të cilat në mënyrë posaçme ndikojnë në klimën e procesit zgjedhor, po jo në blerje. Sepse në qoftë se ne flasim për një veprim që ka të bëjë fjala vjen nga qeveria që ishte kjo heqja e gjobave, pra branduar e gjobave, ky është një veprim ose është një akt progresiv, që do të thotë që në mënyrë proporcionale ndikon si të elektorati majtë dhe të elektorati djathtë. Elektorati djathtë është elektorati djathtë, që ato të bësh ti me këto veprime nuk është se intrigon disi për të dhënë votën. Kështu që këto janë veprime të cilat prodhojnë klim, por nuk janë mekanizëm blerje. Më tej do të themi që nuk kemi deri më sot asnjë të dhënë që të flasë për mekanizëm blerje. Asnjë të dhënë, përveç perceptimit për mekanizmin e blerjes.
Dhe të gjitha këto ne i kemi thënë që në debatin që në nisje dhe në këtë pikë nuk ka asnjë surprizë. A duhet që ky rezultat që kemi sot, zoti Meçe, të ketë një ndikim tek opozita dhe a do të ketë në gjykimin tuaj? Atëre, duhet të ketë, po duhet të ketë. Dhe në të gjitha të kullimet e mëtejshme që kemi bërë ne, pavarësisht që na kanë etiketuar si anti-Parti Demokratike ose anti-Sali Berisha në posaçme, e vërteta është që ne kemi argumentuar që këto zgjedhje në thelb janë zgjedhje anti-Berish. Dhe e keqja e madhe e demokracisë shqiptare dhe Partisë Demokratike në këtë moment i flasim është ai quhet Sali Berisha. Dhe në këtë kushte ne kemi thënë që Partia Demokratike duhet me të mos të bëjë një revolucion vepretës, të ristrukturoj veten dhe në mënyrë posaçme të spostoj Sali Berishën nga të qendrit kryetar dhe figura qendrore e Partisë Demokratike. Është e drejtë e Partisë Demokratike ta mbajë Sali Berishën dhe të shënojë humbjen e mëtejshme. Pra, kjo lidhet me faktin nëse këto rezultate duhet me të mos të futin në një proces të rëndësishëm në reformimin e Partisë Demokratike, po themi, duhet ta fusin dhe është vonë. Por, a do të ndodhë? Absolutisht nuk do të ndodhë. Dhe kjo është fatkeqësia e radhës jo thjesht e Partisë Demokratike. Nuk ikën Sali Berisha nga prona e vet. Pra ta kuptojmë, nuk flitet për Partinë Demokratike, një instrument pjesë përbërëse e sistemit demokratik në Shqipëri, po flitet për një sekt të drejtuar nga Sali Berisha, për një parti që nuk është tjetër veç se një pronë e Sali Berishës dhe për individ të cilët e shohin perspektivën e vet politike thjesht të lidhur me freskullën që i bëjnë Sali Berishës, çka do të thotë dhe në një tentativë pretenduar për të lëvizur dikush brenda Partisë Demokratike për të ndryshuar situatën nuk ka pritshmëri. Pra pritshmëria jonë tani përfundimisht është Sali Berisha i mori 50 veta, 50 deputet, do vjen në parlament do të bëjë të njëjtën gjë, do të bëjë rrëmuj në parlament dhe do të mbajë situatën në mënyrën dhe në vetëm formë se si artikulon politikën, në të njëjtën mënyrë si artikulon, ju shifeni edhe në seancat që janë zhvilluar tani, nuk keni parë një Berish i cili minimalisht ka reaguar me seriozitet dhe përgjegjësi ndaj një rezultati të lehtësueshëm tani, pavarësisht pretendimeve. Pretendimet janë ndroshme që nuk ka shqiptar më që i dëgjon, përmoftojnë që artikulimet e Berishës në parlament, përveç se themu një moment teatral, dhe kështu është kjo Berisha, pra tashmë Berisha është i vetmi person në populli shqiptar që nuk merret me seriozitet, por teatri që bën Berisha është një moment për të cilin kushdo mund të ketë interes, sepse qenia njerëzore ka nevojë që në të gjithë gamën e personazheve, në gjithë gamën e situatave që ai has në rrugë të kudo, krahas portokallis, të ketë edhe një shfaqje tjetër që aktori Berisha luan për mrekulli, po deri kaq është vlera e tij, ndërsa misioni i Partisë Demokratike si një strukturë posaçme e sistemit demokratik në Shqipëri quhet i përfunduar, i mbaruar, përmosën që është kthyer në një instrument absolutisht në dispozicion të qeverisë. Dhe kjo është fatkeqësi për demokracinë shqiptare. Komentin e fundit fare të shkurtër e dua edhe për javët që do të pasojnë, prisni të jenë në të njëjtën klim politike, qoftë rinumërimi për të gjithë qarkun e Fierit dhe për një pjesë për Durrësin? Në njëjta klim do të jetë, sepse praktikisht në gjithë Shqipërinë situata ka qenë standard. Ju e keni ndjekur, pra si media, ju e keni dhe së pashku, keni ndjekur zhvillimin e procesit në të çdo cep të Shqipërisë. Dhe është fati i madh që tashmë nuk ka cep të Shqipërisë që nuk është mbuluar në mënyrë mediatike, qoftë nëpërmjet reporterëve ose operatorëve tuaj, por qoftë edhe nëpërmjet celularëve të çdo qytetari në Republikën e Shqipërisë. Celulari është çdo qytetar, nëpërmjet celularit vetë është një reporter i gjallë. Do të thonë nuk ka ngjarje që sot i shpëton procesit, sepse në çdo cep Shqipërisë, edhe më të ekstremin të tij, gjenden individ të cilët e kanë celularin, dhe celulari tashmë nuk është gjë tjetër se është një kamerë lëvizshme, e cila të kap momentin dhe duhet thënë që procesi zgjedhor dyti treshtë para dhe pas, pra po i mbledh të dyja gjithë procesin, jo thjesht vetëm ditën e votimit, nuk ka dhënë as edhe një provë që ne shprehim dyshim mbi problemet të këtij procesi.
unë e them me bindje, me përgjegjësi morale në këtë rast, që ka qenë nga proceset më të mira të organizuara deri më sot. Dhe nëse e them unë, e mbështes edhe në atë gjë që e ka mbështetur posaçërisht raporti paraprak, që tash po zbardhet gradualisht, jo se BOD-it. Ishte konkurrues, thotë. Po. Dhe ato problematika që ajo ngre, se shikon, ngre dhe problemin, më fal se po zgjat tani, po ngre dhe problemin e intimidimit. Nuk ka patur intimidim tani më. Këto janë teza të një platforme ankimimi e cila është modul që i përsërit në çdo zgjedhje i njëjti modul është. Po, është e vërtet. Intimidim për politik, vjedhje, tren, meri pasaj shpjeri nga zgjedhjet e 91-shit dhe hajde deri më sot e njëjta terminologji është. Të njëjtat pretendime janë, sepse janë bërë platformë tani këto. Do të kundërshtosh një proces zgjedhor, fillo pikë e parë, pikë e dytë, pikë e tretë, sepse janë si puna saj menus në restorante, që t'i japin të gjitha. Këta thjesht lexojnë menun tani. Faleminderit me të. Dhe harrojnë një gjë që ajo menu po nuk u përshtat me realitetin, po nuk pasqyron realitetin të kthehet bumerang. Dhe treni bullgar. Treni bullgar në posaçme është bumerangu më i madh që është ngritur si artikulim, si retorik nga ana e Taliberishës. Njësoj si që edhe tregoj procesi i rinumërimit për qarkun e Tiranës. Fillimisht ne e goditëm si fenomen, se nuk ka ndodhur. Pastaj u godit politikisht dhe tashmë u certifikua përfundimisht. U certifikua dhe rezultati i zgjedhjeve në Tiranë certifikoi përfundimisht një proces më të rregullt. Ajo certifikoi, shikoj se Tirana dha mesazhe të jashtëzakonshme. Po. Së pari goditi atë terminologji që vota fshihet, rezultati fshihet në kutitë e votimit. Jo. Kutitë e votimit nuk janë tabu. Kanë qenë dikur tabu në drejtimin e Sali Berishës, sepse e dinte mirë çfarë kishin kutitë e votimit, e dinte mirë si manipuloi vota, e dinte mirë si vidhej vota dhe e futi Shqipërinë në krizë duke mos lejuar hapjen e kutive të votimit. Hapja e kutive të votimit prodhon përfundimisht precedentin që ajo gjë që ne analizojmë në procesin e zgjedhjes është në kutitë e votimit dhe mund ta lexosh mjaft qartë në kutitë e votimit. E qartë, unë falenderoj shumë. Që partitë politike të mos e kthejnë në ritual hapjen e kutive votimit, sepse kjo thjesht vetëm pengon procesin, gjatë procesin e i jep një hije dyshimi procesit, por e vërteta është që Tirana e certifikoi përfundimisht që e vërteta është e lexueshme gjatë procesit zgjedhor, është e lexueshme në gjitha planet dhe ndodhet aty. E qartë, faleminderit me që ishe me mua në këtë komunikim të drejtë për drejtë dhe për gjithë analizën që ndave me ne.